Do doja, sepse ju kemi ofru edhe fundit të bisedës, dhe unë me shumë kënaqësi ju kisha pas prapë në emision, sepse unë në fakt kur e mora vesh dhe t'ju kem, më shumë u emocionova edhe si individ, sepse personat si ju që kanë kontribu gjatë në gjenerata, është me të vërtet emocion me intervistu, sepse nuk din ku munal ma shumë, se çdo gjë është e rëndësishme. Patjetër që çdo pjesë e karrierës, qoftë para luftës, qoftë luftës që ndave, për neve që ndëgjojmë, për ata që kanë pas fatin me kalu në për duart tuaja, është me të vërtet emocion. Por tregom, zonja Hanife, si e shet ti infermierin tani, sepse je pjesë dëshmitare e shumë viteve në tranzicion. A mendon që vlerësohet roli infermierisë më shumë tani? S'po thom që s'ka sfida, sepse është e pamundur. Çdo profesion ka sfida. Po, patjetër. Jo veç mjekësia në përgjithësi. Edhe infermieria ka pas sfida shumë të mëdha dhe ka me pas edhe në të ardhmen, se unë jam edhe koordinatore për vizitat në shtëpi dhe vazhdoj të punoj edhe pas pensionit. Edhe maj trajnime për vizitat në shtëpi. Po megjithato, vlerësohet. Besoni, pacienti shumë mirë e kupton kush e donë profesionin edhe kush është aty për pacientin. Në pamje të parë, komunikimi i parë me pacientin, me njëherë do të thotë pacientit vlerëson. Në komunikim. Se, për shembull, nëse një pacientit na nuk ja sqarojmë ato që ai dëshiron, ai hjek dorë edhe largohet prej teje. Shumë e vërtet. Me njëherë shkon te dera tjetër, te kolegja tjetër. Po, shumë e vërtet. Por duhet me bë edhe ma tepër e ma tepër. Që thatë ju për sfidat, edhe doktor Resha tha, na se kemi andru që do të kemi fakultet, do të krymë master, do të jemi profesorat fakulteteve. Para mendoni infermierja tash për shembull ligjeron në për fakultetet ndryshme. Sepse ka fitu titullin edhe s'ka nevoj. Unë e përmena edhe në fillim që jam në odën e infermierve, kryetare e Komisionit për edukimin e vazhdueshëm profesional. Edhe aty çdo program akreditohet. Nëse nuk akreditohet, atëherë nuk do të mahet. Sepse infermierët përpara e kanë kry shkollën edhe me kaq. Tashti edhe kur përfundojnë fakultetin, edhe kur e japin provimin e licencës, 5 vite tashme, do të thotë çdo 5 vjet ata duhet patjetër të rilicencohen. Për mu rilicencu duhet me shku me ndjek trajnime të ndryshme, me u avancu edhe ma tepër. Kjo s'ka ndodhur përpara. Tashti infermier. Është ma e lehtë tash për infermierët. Ma e lehtë sepse mund të avancohen edhe drejt për drejti, do të thotë edhe fizikisht, po dhe online. Ka metoda shumë më të mira edhe shumë më të lehta për mu avancu. Nëse dojnë.